Mirëpresim artistët për të filluar sofrën e Dukagjinit Firenze 2026. E Dukagjinit Firenze 2026. Në emër të stafit organizativ të sofrës së Dukagjinit, ju falenderoj për mikpritjen dhe ju uroj gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri 2026. Mbrëmja mirë, vllazën e motra Dukagjinas. Mirë se keni ardhur në sofrën e Dukagjinit. Në emër të gjithë kolegëve këngëtar, në emër të stafit organizues të sofrës së Dukagjinit, ju uroj gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri 2026. Mikpritja juaj dhe atmosfera vllazënore e shumë festive që u krijua vitin e kaluar, na ka bërë që këtë vit me ardhmë të shumtë në numër, dhe me besimin e plot se do të jetë një mbrëmje e paharrueshme. Bilbilat e folklorit e kanë nis një këngë kushtrimit. Në Firenze të Italisë shtrohet sofra e Dukagjinit. Thyen lahuta e çiftelia, si dikur bashkë tek botra. Do festojmë me këngë e vave, mirë se ju gjejmë vllazën e motra. Vlladi i bishkëve të Dukagjinit vjen me këngë e vjen me valle, sofra e këngëve të Dukagjinit përgjithmonë mbetet krenare. Mirë se u gjejmë këtu në Firenze, ju o vllazër mërgjimtar, Dukagjin dashnia jon, emri jot na ban krenar. Kam shumë vite që së bashku me koleget e organizoj dhe moderoj sofrën e Dukagjinit. Kam përjetuar gjithmonë kënaqësi dhe emocione të rralla. Dhe pikërisht për këtë gjë, kësaj herë kam ardhur posaçërisht nga Amerika, nga New Yorku, vetëm për sofrën e Dukagjinit në Firenze. Krenaria është sepse unë jam bi e Dukagjinit dhe origjina ime është nga Plani, mamin e kam nga Thethi, kështu që duhet të shërbejmë rrënjëve tona. Unë kam një shprehje që them, duhet ta ndjekim diellin për mos harrojmë kur rrënjë. Dhe kjo gjë më ka bërë që të ecë përpara në jetë. Dhe ajo gjëja që më bën gjithmonë të ndihem e mikpritur si moderuese e sofrës së Dukagjinit, janë duartrokitjet të ngrohta dhe sallat e mbushur plot me të rinj dhe të reja, nga të gjithashtu dhe të gjitha moshat që duan dhe e pëlqejnë sofrën e Dukagjinit. Si vjetë kemi nërtuar hapin e programit jo shumë të gjatë, sepse ju vërtet keni ardhur jo me një fjalë tona, por me një këta këngëtarë. Kam sjell me vete dy flamur. Kam sjell flamurin shqiptar, që është identiteti jonë, është krenaria jonë, dhe munoni ta nderoni kudo që t'jeni, ju dhe fëmijët tuaj. Por kam sjell edhe një flamur të vogël dhe shumë i rëndësishëm për ne, që është flamuri i sofrës së Dukagjinit. Në atë flamur personalizohet tradita, historia, kultura, folklori, këngët tona. Prandaj këtë flamur mos e harroni asnjëherë. Siç është kjo vajzë e vogël që ka ardhur në sofrën e Dukagjinit, vitin tjetër do doja që të ishin dikush nga fëmijët tuaj këtu në sofrën e Dukagjinit. Prandaj sofra e Dukagjinit është sofra jonë dhe do të mbetet gjithmonë sofra jonë kudo që ka shqiptar. Mirë se keni ardhur. Dhe tani do të prezantojmë artistët tanë, të cilët kanë ardhur të gjithë posaçërisht për kënaqësinë tuaj. E fillojmë me Nikolin Përpali, Daniel Pops
saj. Vazhdojmë me dy ikonat të folklorit të Dukagjinit dhe të Veriut, Nuo Shqitani dhe Fran Kodra. Këngëtari tjetër është Ndoc Kusha. Gjelosh Kol Kusha. Vijnë për herë të parë në sofrën e Dukagjinit dy artiste të nderuara të folklorit që shpresoj që kjo sofër të shërbesi një trampolin për to për aktivitetet e ardhshme. Luiza Reka dhe Angela Proni. Janë gjithashtu edhe artistët e rinj Gjentian Gropaj dhe Vjetar Visenaj. Një bilbil i zarit pastër vjen nga Nika i Mërturi. Bardhok për Bibaj. Një djalë i ri talentuar në fushën e muzikës, Remigio Agraja. Mirë se keni. Gjithashtu në sofrën e Dukagjinit me ne është edhe Noel Pietri. Marsit Biga. Vazhdojmë për herë parë në sofrën e Dukagjinit me një këngë mjaft bukur dhe prekse, këngëtari Vuksan Sokoli. Dhe ëmbëlsira në fund. Çokolata e vogël, Pamela Proni. Me tastier do t'jetë maestro i mrekullueshëm Mario Marku. Si gjithmonë sa herë vim këtu në Firenze, DJ Giulio do të na shoqërojë artistët tanë. Moderatore këtij programit do t'jetë vajza e Dukagjinit Zonjusha Klodiana Serraj. Si gjithmonë drejtues artistik është poeti Lula Zhbrigja. Organizator dhe presidenti shoqatës Sofra e Dukagjinit me president zotin Vuksan Gjuri. Koordinatori i aktiviteteve tona zoti Marian Dërshtiqaj. Dhe fjala më e bukur e kësaj mbrëmje sonte është kjo sallë e mbushur plot dhe atmosfera vllaznore dhe festive që krijohet këtu. Dhe kjo duartrokitje speciale do të shkojë vetëm për ju. Kemi gjithashtu edhe një përshëndetje të veçantë për disa miq dhe sponsor të sofrës së Dukagjinit që kanë ardhur posaçërisht nga Shkodra, vetëm për të respektuar dhe për të shijuar atmosferën festive së bashku me ju. Nuk do të zgjatemi shumë tepër, por do t'ju them se formati i sofrës së Dukagjinit vazhdon të jetë gjithmonë i njëjti. Në fillim do të kemi këngët folklorike, të cilat do t'i knojmë këtu tek skena. Pastaj do të vazhdojmë me valle, sepse vitin e kaluar kemi kaluar një mbrëmje të paharruar për ata gjithë që kanë qenë, por shpresoj të tjerë do të vinë vitin tjetër, sepse më bukur do ta bëjmë si mirë. Dhe në fund do të ulemi me sofrën aty rrashit, si dikur motit, e tjera që nuk janë surprizë, por janë një emocion i bukur për gjithë. Mirë se keni ardhur në sofrën e Dukagjinit.